Zoti Balla, në një postim në rrjetet sociale për të vijuar tek e njëjta tematikë me qenë se jemi, Mariana Koçeku ju akuzonte pra drejtuesit e grupit se në grupin parlamentar nuk pranohej mendimi ndryshe dhe nuk pranohej debati. Si përgjigjeni ju kësaj deklarate të saj? Nuk kam asnjë koment sepse gjatë gjithë 6 muajve, 7 muajve, 8 muajve sa I bie, kam pasur vetëm falënderime nga deputetja për mënyrën se si e drejtojnë dhe rregullat. Zoti Balla, edhe në sa e moralshme është që të merreni me protestuesit nga Partia Socialiste, kur paktën për 13 vitesh, një pjesë e mirë e anëtarëve të grupit parlamentar të Partisë Socialiste kanë dalë me precedent penal e janë larguar nga ligji I dekriminalizimit. Pse kërkoni ta shkëputni vëmendjen nga thelbi I protestës, nga individ të caktuar, që nuk besoj që jeni ju gjykata apo institucioni që bëni vetimin e protestuesve, ndërkohë që në 13 vite kryetar bashkie, deputet kanë dalë me precedent të theksuar kriminal dhe për vepra të rënda. Edhe janë larguar nga aktiviteti politik. Keni një përgjegjësi besoj morale dhe ligjore? Dhe unë jam propozuesi I ligjit të dekriminalizimit bashkë me një kolegë nga Partia Demokratike dhe nuk jam bërë kurrë pishman që kam bërë atë propozim. 100 herë kthehem mbrapsht, do ta propozoja prapë. Në vitin 2015 e kemi votuar atë. Kështu që në këtë gjë dashur Klajdi, dua të them që kjo është një transparencë e nevojshme, e domosdoshme për gjithë ata që u flasin shqiptarëve në emër të tashuquar Shqipëri e re. Ne jemi pjesa që I flasin shqiptarëve në emër të Shqipërisë Europiane. Unë besoj që sot agjenda europiane e Shqipërisë është agjenda më e rëndësishme dhe ndërkohë që personat që ju flisni kanë për detyrë përpara se t'i bëjnë transparencën të tjerëve, të bëjnë transparencën e vetes. Zoti Balla, një pyetje tjetër, ju thonë që nga një për shtëpi. Mund ta bëni një tjetër? Po. Zoti Balla, edhe vetë kryeministri Rama në daljet e tij publike ka deklaruar se pjesë po themi qytetarëve në shesh janë ata të cilët aty I kanë nxjerrë një hall, një problematikë që nuk kanë gjetur zgjidhje në këto kushte. A do të ketë një reflektim nga ana e mazhorancës socialiste dhe si do të jetë ajo? Çfarë për këto kategori? Tani e para është që unë bëj pjesë në ata njerëz që sigur e tha dhe kryeministri dje arriti kthej përgjigje pjesës më të madhe të atyre që shkruajnë. Natyrshëm që shkruajnë shumë. Edhe nuk është korrekte t'ju tregoja tani numrin telefonin tim, por janë të shumtë ata që shkruajnë dhe edhe pas ti komunikimi publik dështohen më shumë. Por ka një pjesë të madhe të atyre që halli tyre nuk zgjidhet. Sepse e tillë është norma ligjore në këtë vend, por unë bëj pjesë në pak ata që mendojnë që nuk ka shumë halle që nuk zgjidhen, por nuk ka hall që nuk qahet. Kështu që në këtë këndvështrim e shoh dhe atë që me të drejtë konstatoi kryeministri, ne jemi zgjidhur një detyrë që një formë apo tjetër ka dhe rolin e shërbëtorit të popullit dhe e shoh gjithmonë që duhet jemi sa më le të themi kokulur dhe sa më dëgjues dhe sa më komunikues me njerëzit. Ndërkohë që kur e themi në këtë, pjesa tjetër pastaj ka pjesë caktuara në gjitha nivelet, sepse niveli I parë është ky që fola unë, po janë nivelet e tjera. Dhe apeli dhe ne kemi thënë vetë, Edi Rama e ka thënë shpeshherë vetë, kundërshtari më I madh I Partisë Socialiste nuk është as partia e bufit, as këta që janë sot protest. Kundërshtari më I madh I Partisë Socialiste janë segmentet caktuara në nivelet caktuara të administratës që nuk I kthejnë përgjigje njerëzve. Dhe unë këtë dhe referojeni, hapeni Facebookun tim dhe gjeni dhe hapni Facebookun e Edi Ramës apo dhe gjeni e keni kudo. Pra a duhet dhe prandaj janë bërë gjithë këto përpjekje, janë bërë gjithë këto investime për të shmangur kontaktin e drejt për drejt njeriut me njeriut për të përdorur komunikimin digjital. Ka një edhe në rregullore në kuvendit, ju e pat. Vum një rregull në rregullore në kuvendit për të kthyer përgjigje deputetëve. Sepse nuk respektoi afati I përgjigjes ndaj deputetëve. Këtu ka një nevojë për t'u parë, për t'u bërë më mirë dhe
unë e përshëndes dhe mbështes ato që kryeministri tha dje. Zoti Balla, ju thatë që jo çdo kush ku flasin emër protestuesve, ndërkohë ka dalë një dosje e Shqipërisë juhet, ku disa arkitekt flasin emër Shqipërisë dhe aty na tregojnë projektet që Shqipëria do të realizojë. Midis tyre është edhe ky Zverneci i projektuar që në vitin 2022 dhe që nuk rezulton që të jetë një kompani amerikane dhe dhënë presidentit Donald Trump për një kompani shqiptare. Çfarë garancie kanë qytetarët shqiptarë që ky projekt ka investitor amerikan nuk do të përdoret për pastrimin e parave drogës siç ka ndodhur me kullat në Tiranë që i vërtetoi operacioni Spaku dhe nuk do mësojmë si Marina e Durrësit që pallatet po zhyten pa ngritur akoma. Ja si dalin lajmet e rreme. Ja si dalin, nuk është e vërtet që Marina e Durrësit po zhytet. Ka dalë KMT-ja. Të lutem. Lutem aty dhe kërkoj televizionit tënd që në ditën vim ku inaugurohet një pjesë e madhe e saj, të jesh aty dhe të shkosh dhe të freskohesh në pishinën më të madhe në Ballkan. Lutem, po mirë laun det. Po kam parë po nga lajmet e vërtet ajo këto të rremet që aty do të jetë pishina më e madhe në Ballkan, jo në Shqipëri, ndërkohë që godinat janë mirë e bukur edhe jeta vazhdon. Nuk është e vërtet, është gënjeshtër të thuash që gjithë këto ndërtesat të bukura në Shqipëri që kanë me dyshime për pastrim parash, nuk e përgjithson në 100, 200, 500 godina, 1 apo 2. Është e pandershme dhe është anti-shqiptare gjithë kjo përpjekje për të bërë pis. Tani ne këtë gjë e kemi parë. Po ju marr një element, mbani mend. Kur ndërtoi stadiumi Air Albania, sa shumë rezistencë kishte dhe sa shumë historira u than, po na prishen shkallët, se po na ikën ajo godinë spektakolare ku përveç se lavazheve nuk ishte në gjë tjetër për qenë spektakolar në stadiumin Qemal Stafa. Lutem. Stadium të lodhur. Ndërkohë që sot është një gjë shumë e bukur që i ka dhënë pami. Ndërkohë, nëse Edi Rama do të ishte thyer përpara gjithë kësaj historie, nuk do kishte sot këtë Tiranë për të cilën flitet për herë të parë, flitet mirë, flitet me respekt. Dhe këtë respekt e flasin dhe arkitektët më të mirë të botës. Dhe historia do ta tregojë që gjithçka që po bëhet në Shqipëri, ky standard i ri që po bëhet në Shqipëri është vërtet. Pjesa tjetër, lutem. Fat me pa drejt jo, pas ka qenë jo në 2022 etj. më radhë. Unë nuk e kam lexuar, nuk kam pasur ende mundësinë ta lexoj me kujdes të gjithë librin. Por ajo që kam kuptuar në faqet e para të fillimit leximit të këtij libri është se si për Shqipërinë flasin mirë ata që kanë zbukuruar gjithë botën. Dhe ty si shqiptar duhet të gëzoj këtë fakt. Jo të hidheroj. Të lutem. Po sugjerimi im i dashur Klajdi është ta lexosh vetë librin, jo ta lexosh nga postimet e atyre që nuk e duan Shqipërinë. Zoti Balla, pas një muaji përfundon sesioni parlamentar. A do të kemi një ndarje të re territoriale? Jemi ende në kohë apo do të shkojmë në 2027 në zgjedhjet lokale për të kandiduar për 6 ditë një bashki të vendit? Tani që të shkohet kjo reforma administrative territoriale duhet të ketë një propozim për ndryshimin në ligjin e ndarjes administrative territoriale. Ky është një ligj i cili ka disa specifika, ndër të cilat është edhe koha e domosdoshme që kërkon për pjesën e konsultimit. Kështu që unë nuk dua të bëj komente sepse kam shumë besim tek zoti Mazniku dhe zoti Boçi, që do arrin bashkë me kolegët e tjerë antarë të komisionit, do arrin të dalin me një produkt final. Dhe do të hezitoja të bëja komente me shpresën që në frymën e nevojshme që ka, për të shkuar tek një propozim, i cili pastaj ju e dini duhet depozitohet, duhet marrë kohën, duhet kalojë te Komisioni Çështjeve Ligjore
si komision përgjegjës në fund. Pra brenda korrikut thuajse është e pamundur. Tani, po nuk e pamundson ky afati konsultimit që kërkohet, kështu që nuk besoj që është e mundur. Çka do të thotë Bakës Bashkimit në 10 ashme lokale me numrin aktual të bashkimit? Shko, mos ta paragjykojmë, ndoshta ka tym të bardhë nga komisioni sotës e nesër. Po, gjendet koha, keni parasysh. Pra nëse është vullneti, koha gjendet? Koha gjendet sepse ka praktikat e mira sugjerojnë që jo më, domethënë duhet një vit, por nga eksperienca ime të paktën të shkojmë te le të themi të marrim kohën e nevojshme deri në fillim të sesionit të ardhshëm. A ekziston scenari i profesionistë të Obama që me ato e vetë nëse nuk gjen dakësi apo nuk gjen një pikë të bashkën për fillimin e aktivitetit? Unë nuk dua ta kulumtoj këtë mundësi. E kam thënë dhe në mbledhjen e kryesisë grupit sot. Por keni parasysh një gjë që ja kam thënë shpesh dhe nuk dua ta përsëris si një shprehje e arrogancës së numrave në kuvend, por si një shprehje e dëshirës së mia. Gjithmonë do t'ja them Partisë Demokratike edhe sot, edhe nesër, edhe pas nesër. Me forcë Partisë Socialiste nuk i merrni dot asgjë. As nuk i imponojeni dot dhe as nuk ja le themi ngushtoni hapësirën ose mundësinë për të bërë reforma. Po të kishim pritur ne Partinë e Saliut, ne nuk do kishim bërë asnjë reformë këtu. Po të mbani mend, dhe kur bëm reformën drejtësi, ata e bojkotuan gjithë procesin e reformës, pastaj në fund si pulat erdhën dhe e votuan. Nuk është ky rasti, por dua t'ua them që ju lutem shumë, bëuni pjesë e diskutimit, janë bërë pjesë e diskutimit, s'mund ta mohoj. E ka vlerësuar dhe rezoluta e Parlamentit Evropian edhe le të themi mënyrën se si ka funksionuar ky komision, janë bërë dëgjesa, prezencë në territor, shpresoj që të mbyllet me Financimi i partive politike do kalon të sesion, a është një detyrim nga BE për të kaluar apo keni shkon? Edhe për këtë çështje, besoj që kolegët Gjiknuri dhe Bylykbashi në vijim të komunikimeve me Komisionin e Venecias do të kenë komunikime publike përkatëse për ta, le të themi, për mua është shumë e rëndësishme që ta kalojmë sa më shpejt sepse në mos gabojnë atë tabelën që kam në zyrë e ka deadline-in deri në dhjetor 2026. Është dhe kërkesë e protestuesve me që më thatë që Apo kërkojnë profesional kontar listë hapur? Jo, e kishte për financimin e partive, po ti si lexon këto futbolistë. Po edhe me tonë çfarë doni? Faleminderit.